Kryeministri hungares tha se Hungaria duhet të ndihmojë për të parandaluar rënien e Ukrainës ose të përqendrohet në mbrojtjen e interesave të veta territoriale. Ai u drejtua qytetit të Szeged të dielën, ndërsa vazhdon të mbledh mbështetës gjatë turit të tij në vend. Viktor Orban po përballet me rezistencë të vërtetë për zgjedhjet e ardhshme për herë të parë pas 15 vitesh në pushtet, ndërsa po tregon në fushat për vojën e tij në politikën ndërkombëtare. Gjatë fjalimit të tij në qytetin jugor, ai u drejtua mbështetësve mbi politikën e jashtme të Hungarisë. Mos u gaboni, kolapsi i Ukrainës do të ishte një katastrofë për Hungarinë. Pra, kolapsi i Ukrainës nuk është vetëm në interes të Hungarisë, por ne duhet të bëjmë shumë për ta parandaluar atë. Njerëzit e fshatit dhe spekulantët e pasurive të paluajtshme e kuptojnë në mënyrë të përsosur se vlera e tokës suaj ndikohet jo vetëm nga gjendja e saj toke, por edhe nga gjendja e tokës fqinje dhe gjithashtu nga ata që jetojnë atje, tha Orban. Ai shtoi se Ukraina mbështetet te Hungaria për 44% të energjisë elektrike dhe 56% të gazit natyror që konsumon, duke theksuar se një pjesë e konsiderueshme e kësaj energjie vjen nga burime ruse.